Faleminderit që pranove ftesën për intervistë, se zakonisht ta që janë nga ana e pushtetit nuk më vini intervistë, me shumë vështirësi. Është kënaqësia ime që merr dhe vizitove, me thon drejtën as vet nuk e di se nga cila anë jam, po jam nga ana e punës dhe të vërtetës. Kjo është ana ime. Mua po më duket vetja pak të... Tash i para se të fillojmë se ti fillon provokon direkt. Po je mua... I herë jo të lutem, po s'punalin as të drejtën e fjalës. Jo, nuk është puna drejtës fjalës, ne kemi ardhur për me pi kafe që ti të qetësohesh, lirohesh, se më duket se i ke menu pyetjet për mendsh. A rregzuar herë, mirë se të pruj madhi Zot, edhe përpara se të lirohem unë, duhet të bëj pyetje që shumë e rëndësishme. A mund ta bëj se tashim takon mos i Zot shpjeti bëj pyetje. Kur ke filluar të më ngasmosh mua nëpërmjet historinave të partisë time dhe më nxirje mu disa karikatura dhe disa shnime, o Zot, unë kam pas një admirim për ju, edhe kam pas një kënaqësi kur shikoja ngacmimet e tuaja aq elegante, aq të bukura, edhe kam i pyetje, pse nuk më ngacmo mami Lolita? Ti kaq e mirë je morë me mu në mënyrë kaq të hollë, kaq simpatike, se s'po gjej fjalë. Shit, të them të drejtën, jam një çik e mërzitur me ty, se te ajo karikatura që ke bërë në Gramsh te fabrika aty, mua më ke vendosur te gishti Lulzim Bashës. Unë do doja të isha te gishti doktorit, se kam për zemër, po te Luli më ke mërzit. Te gishti doktorit jam unë, nuk i shloj venin kujt. Te Lul Basha ta lash me qef, po me thonë drejtën nëse ti ke në vrejtje, unë prap ta ngroj gishtin. Po tani, unë dhe kam shprehur simpatin që kam për... Jo, kam vetëm simpati për malsorët, po, qa janë nga fushkruja e lartë mund të më lesh ku dush. Kam lënë te muli që je du fort, edhe se kom përmend kur po më kishtu fjalën në Elbason me një punojësin tim i kishte thonë që i kujtet i Lusës e kishte lexuar Rozafa, po i kishte thonë ai. Mja çoj fjalë Lusës i kishte thonë. Qa fjale? Fjala ishte me datë 12 maj do iksh prap Shëngjin Pishraki. Po pse çfarë keq e ka Shëngjini? Unë tash nuk e di muli. Unë tash e ftoj mulin me kënaqësinë më të madhe. Të vit haj peshë e mu gjaty në 4 vjetëve sa të kënaqet. Peshku është më i mirë se sa ato që hani ju si parti që jeni në dietë. Unë jam nga Mali, unë më shumë një mishin se sa peshku, nuk ja ditë të rezim peshku. Vazhdo me pyetjen, po më jep përgjigje pse si e morë më me mu. Po si e marrë se thash u indinjova shumë që më kishe vendos të Luli. Pastaj ke bërë Allishvarishin në Tiranë, ke vendosur gjithë fotot e analistëve të gazetarëve, mua nuk më ke vendosur tash. Ose ti nuk më konsideron gazetare, ose ke në një natë tjetër, nuk e di, se kam para ty Anila Bashën, Bledmanen, Mero Bazen. Hajde diltu me mu me ftyrë që ta vej. Po s'kam, nuk jam mësuar akoma me kamerat. Unë nuk mundem ta mshe atë privatësinë tate. Po sot hajde mësove me mu. Po ti mund vendosësh logon. Si sali është në flet. Po ja, logon nuk e duon, do të vë ty. Edhe e di si ka menu të vë ty. Ty ka menu me të vu. Tek një devijim i mendjes të doktorit tim edhe tatim, që mendon për ty se je një Mona Lisa. Me thonë drejtën si Mona Lisa, në gjanë e shikë shumë. Aman, se do të gjojnë ata në fshat edhe do thonë tani që është kjo gjëja me Mona Lisa, mos në hapë shunamesh, të luta. Se kemi një reputacion për të ruajtur. Më thuaj, jam i gjithë jo. Tani, arsyeja pse po ndihem e lirshme në këtë intervistë është se po e bëjmë në natyrë. Shera parë që po bëj një intervistë në natyrë, duke qenë katunare. Se ke bëa si herë natyrë të katunare. Fshatare dhe po ndihem si në habitatin tim. Edhe po ndihem dhe çik si ai Marashi që bëte dikur hapësirë Blerta Mirash, si e kishte. Dhe kjo është arsyeja. Tani, ne zakonisht intervistat i nisim nga fëmijëria. Na përshkruaj pak fëmirin, edhe një pyetje që ta sqaroj një herë mirë, se kam parë shumë njerëz që të komentojnë herë thua malsor, herë thua nga jugu, nga je tamam ta marrin vesh. Tashi unë di që nonën time ma ka knaq baba. Edhe baba është Dugagjinës 400 karat. Dhe i madh ka rrjedh nga një familje shumë e thjeshtë, e Dugagjinit, po njerëz me shpirt shumë të madh dhe shumë adhetar. Dhe babën time ka shpëtu Shkodra, ose më saktë ka shpëtu obori Kishës Madhe. Kur një prift, një frat franceskan, kishin zbrit me gjithë familjen që u dogje, vdiqen vllezën dhe ku ta di unë se çfarë, shikon gjyshen time Lulën, me ndrekën 4 vjeç e gjys, edhe me 7 zanë që më vonë lindi Kola, vllai i babës. Dhe gjakun ton, familjen ton, emrin ton, genin ton, e ka shpëtu pikërisht ajo katedrale e Shkodrës, që unë me thonë drejtën. Kam një ndjesi për atë
pjesë të historisë familjes time që nuk e di, do mundohem t'ja le edhe fëmijëve mos ta marrë me vete. Si ka qenë familja jote? Fëmijëria ime ka qenë produkti i temperamentit gjakut tim dhe ka qenë një rrjedhoj ose një produkt i ambientit ku unë jam rritur. Dhe ajo lagje që unë jam rrit, kam kalu fëminin time, ka qenë nga lagjet më model të Tiranës, ka qenë lagja e intelektualve. Pjesa e rrugës Myslim Shyri, pjesa e 1 Majit, 10 vjeçaren e kam bërë te Minduraku, ku ndeshishim shpesh me sport, me shkollë, me 11 janarin që ka qenë edhe ajo një shkollë jashtëzakonisht e fortë. Dhe midis asaj lagje që ishte kaq e emancipume, ishte ajka e Tiranës, sigurisht edhe fëmijët ishin të lirë. Ishin të lirë që të vraponin mas sportit, të vraponin mas dëshirave, të vraponin mas librit, të vraponin mas konkurencës, të vraponin mas debateve. Dhe kjo ka qenë fryma e fëminisë tonë, ka qenë një liri e qartun, mrena sigurisht aty në kornizave të komunizmit, që duke kalu koha, duke kalu vitet, ne fillum që t'i kuptonim më mirë se mase në ato adoleshencën e herët, nuk i kuptonim gjithë ato shqetësime të prindërve, mos atje kujdes, mos fol këtë, mos bëj këtë, por më mrapa. E kuptum edhe ne disa vija, por unë bëja pjesë tek grupi i njerëzve që nuk ishim kufi, nuk ishim vija. Dhe jam rrit njeri i lirë, nuk jam rrit njeri që jam kontrollu, ose jam vetë kontrollu për çfarë nxjerr nga goja, ose për çfarë dëshira shkam, ose për çfarë pasione shkam. E kujtoj me shumë nostalgji. A kishe privilegje ndryshe nga moshatarët e tu për shkak se ishe djali i 2 artistëve të njohur? Kisha një privilegj që unë ishe i lakun për prapësinat e mia. Dhe është e çuditshme që gjërat më shikonin me lende se isha djali i 2 artistëve të mëdhenj. Dhe kur je një fëmijë i prindërve që kanë një emër në opinionin publik, që kanë një status në opinionin publik, sigurisht lendja është më e madhe dhe ajo hija aty në të ndjek non-stop. Dhe më ka bërë përshtypje fëminin time, ose në adoleshencën, kalojnë fëminin, në adoleshencën time. Njerëzit, kur më takonin dhe kur më njefnin, më thonin, po si ka mundësi? Ti e Gjergj Drekës? Po unë jam. Po ne kemi një gjuhë për ty këtë. Ti që ke i mrekullueshëm, që ke flori. Dhe është e çuditshme që ky lloj ballafaqimi që kam unë me njerëzit, nga ajo çka kanë një gjuhë për mua, që në adoleshencë, po më mrapa dhe kur dola në punë, po dhe kur dola në fakultet, por dhe kur dola në jetë, ka qenë një kapërcim shumë i madh në të gjithë njerëzit që unë kam kriju marrëdhënie direkte nga ato gjëra që i vinë tek veshi për personazhin tim. Dhe kjo punë ka ndjek që fëmini, është e çuditshme. Dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Me ato që kam dëgjuar, për ty me merak erdha, me thënë drejtën, se thash paleça po na ndodh. Gjithsesi, si i hyre rrugës së biznesit? Edhe pse pikërisht me peshkimin? Unë nuk jam një tip që përsëris veten time në për intervista. Dhe nuk kam... Po këta të mitë nuk të kanë dëgjuar, është sigurt? Nuk kam, të tujt më kanë dëgjuar më shumë se sa të gjithë. Dhe të tujt ndaq me ditë, ose mua më nduan jashtëzakonisht shumë më tepër se sa këta që unë kam sot. Për ashtu, një njeri dhe janë 4-5 i kam mrapa ai. Këta më duan më shumë mua. Dhe ti pse më duan? Se unë them disa të vërteta që ju nuk keni mundësi t'i thoni dot. Sepse nuk keni kurajo t'i thoni dot, sepse nuk jeni njerëz të lirë. Dhe të gjitha ata aty që janë të partia ime. Më vjen keq. Cila është partia jote? PS-ja? Partia ime është... Kam dru gjyrën tash. Mos e ke veshur nga që do vija unë? Partia ime është e djatha, motra ime. Unë jam rebel i djath. Dhe sigurisht që në me kalimin e kohës, inshallah kam jetë që të bëhem dhe unë i madh si Qeti ose si Zamiri.
por kur të bëhem si ata, unë do kaloj majt, sepse do kem mundësi dhe do kem të ardhura më shumë për të bërë më shumë politika sociale. Unë edhe sot bëj, sigurisht nuk madhe me ta, sepse janë truset mëdhaja, por unë me këtë modestin time për ditë bëj të mira në sociale, tek njerëzit tek mi, te rrethi im, dhe mendoj se duke u forcu do kaloj më shumë nga e majta. Por flas sot me këtë agresivitet që kam unë për punën dhe për të vërtetën, për të thënë e vërteta dhe për të hecë përpara, unë mendoj që jam një rebel i djathtë dhe këtë e them me gojën plot. Më vjen keq që këta të partisë time me kë janë. Dhe si ka mundësi të jesh parti e djathtë dhe ata element që janë mrena, që ka dhe djemë të mirë, ke të moralizotin, ke pavarësisht mullit që unë ngacmoj, mulli ka i status që i ka nejtë besnikat e njeriu dhe për këtë punë e respektoj shumë, por ke edhe njerëz tjerë që s'dori ti përsërit. Nëse përmend se do i marrsh më qafë, do thonë pas kanë mirë me gjesh lucën edhe do filloj lufta brenda partisë. Jo, ke këtë si e ka ky çuni që i ka marrë vajzën e shokut tim. Belindi. Po qytetar, është i butë, kupton? Megjithëse mu s'do me mpa me sy, por problemi është që unë nuk shoh në agresivitet. Me përjashtim kur ja kërko partia me dalë me gërthit për historinë a lidhje. Që si unë majsa njoh Belindin, ato që thot i ka dhe bindje të veta, nuk është se e nxjerr partia, majsa njohën. Nuk mendoj që Belindi ka të gjitha bindjet e veta, sepse do më bënte mua si Lucë të mendoja ndryshe, por unë kuptoj pjesën politike që janë disa argumenta dhe janë disa momente që ai duhet maj vine partisë. Që si na e shpërqendrove bisedën, unë të pyeta për biznesin. Po kthehem unë, biseda ishte te fëmia. Do të jesh si këta që thonë mos trego si bëhet milioni i parë. Jo, nuk jam ashtu si këta, por duhet të them pjesën në thek si ka filluar biznesi. Unë kam përmendur gjithmonë një fjalë. Dhe kësaj që ndroj dhe du t'ja ngull njerëzve në tru dhe do t'a përmene edhe përballë jush. Kur më thonë Lucë si ka mundësi që erdhe deri këtu, dhe këtë më thonë shokët e mi. Kur vinë nga Amerika, kanë ikë në vitet 90, kur vinë nga Kanadaja, kur vinë nga venet largëta. Dhe më thonë Lucë, po ne bashkë kemi qenë. Si ka mundësi që ti hecë dhe ne nuk hecëm. I them bashkë kemi qenë, po s'mani men shokun tim më të ngushtë. Më thonë kush është, ne jemi rritë bashkë. I them Halli ka qenë shoku im, rrugtari im, më i ngushtë në të gjithë ecurinë time, sepse në vitet 90 babën ma qitën gjithat gjeni, gjithat gjigant në pension, mimika në pension, motra ime ishte, s'kish marrua la studimet në Francë, kisha 2 fëmijët e motrës, kisha 2 fëmijët e mi në shtëpi, po kush do ta madhe gjithë këtë ushtri? Dhe kam gris diplomën i pari, kam qenë regjisor në televizion në kulmin e ëndrave, që fillova shkruja skenar, fillova mu aprovu filmi parë që do të gjiroja në atë kohë. Pra në kulmin e ëndrave u detyrova të dalë në rrugë për mbijetesë dhe kam fillu nga të zeroja, nga asgjëja. Vrapoja iksha në fshatin e këtij që del Vasili Naçi. Vasil Naçi. Shkoja te fshati atij që ishte gjysmë pra fshatit Greqi, gjysmë pra fshatit ne, blia tyl, lodra fëmijë, shkpuc njënën tjetër, në divijar këtu, pa ditë më dhon makinës me udit të dhe cop, me vajgur avionash, dhe dilja në treg shitja non stop për të fituar 2 lekë, 5 lekë, 7 lekë, 10 lekë. Dhe rastësisht me një firmë që ishte Lagomare në atë kohë nga Lesina, isha për pushime jo për pushime, si bonin pikniqe me çadër, me nja 2 shokë mi dhe futesha gjuja me pushk, me rjet, me kështu. Dhe ajo firmë kisha me morë peshk dhe unë zia i shumë peshk, ka pas peshk shumë atëherë, peshk bardh. Sa e çova një shokun tim me i motori 125, më kujtohet më zë. U merrte me ciklizmin në atë kohë në Lezhë dhe kur kthehet flas për 91-shin, më thot mu, i lut sajtë çik. Urdhoj thash. Ore, kam 1.100.000 lireta. 1.100.000 lireta janë lekët e peshku që kemi shit. Kaq ka bo ky peshk? 1.100.000 lireta atëherë ishte pasuri. Dhe bleva një bark 5 metra, u ktheva nga pushimet që isha, gjë e javë, u ktheva me një 3 milione sa lireta. Filloi historia me atë barkën 5 metra që e keni një gjuhë shpesh herë, që u bën 2, u bën 10, u bë flotankin, u bë këtu, u bë atje. Një pasion, një vrap. Ditë natë vrap, duke gjimu ëndrën, duke gjimu pasionin për tecë përpara. Dhe unë pranej i kam
i kam në subkonsciencën time, i kam në memorien time, i kam në trunin tim, gjurmët aty në 8 vjetëve, që unë isha kulmin tim dhe më vodhën në jetën. Dhe them pse? Pse se këta na rrejtën, na thanë ju futëm komunizëm? Pse këta njerëz duhet na vjedhin jetën? Si ka mundësi këta njerëz të mblokojnë kufit, si ka mundësi këta njerëz të mbyllin biznesin, si ka mundësi këta njerëz që thonë jemi demokrat dhe ne dum ekonominë e tregut. Dhe 8 vjet mu më shkatrun kur tjerët lulzonin dhe më thonë njerëzit që ke lutë plastikën e keqja. Po, si të miki e keqja? Kalojnë patologji kur unë i kujtoj këta. Si të miki e keqja, motra ime? Si mundesh t'i vjedhësh tjetrit jetën pa të basi sen? Si mundesh të shpifësh? Si mundesh vesh gjithë aparatin kundra ti? Si mundesh? Ala vazhdoj njësoj me të njëjtin intonacion nga mu, sepse tashti jam bo dhe i padurushëm, me mllëfin tim që s'më del. Me gjitha të ti duhet ish i vetmi që nuk e ke pasur mirë me Ardonin me ta, sepse gjitha oligarkët që kanë qenë në kohën e PD-s janë fuqizuar më shumë në kohën e PS-s. Kjo historia e oligarkëve është qesharake. Pse? Është qesharake sepse këtu nuk ka oligark. Dhe unë jam tallë me atë gjelin që ky shef atje dhe kanë vu oligark dhe dal tallem non stop me gjithë ta historinë e oligarkëve, që mu këta duhet në vejnë edhe i rrogë, me thonë drejtën, që për PR-in e tyre që unë i kam bo t'i du njerëzit. Ta ju që s'ven rrogë, këta oligarkët tonë. Po këta të kryen dhe vështirësi, po unë s'du më morë me këtë pjesë. Se më vjen turpe, më duket sikur pështy. Me gjithatë ka një pjesë të madhe të njerëzve që mendojnë që suksesi i yt vjen për shkak të marrëdhënies me Edi Ramën. Tamam, çfarë marrëdhënie ke? Edi Rama është njeriu që unë i kam borxh jetën. Edi Rama është njeriu që mu në 2013 më qiti nga Vori. Dhe Edi Rama mu më tha, Luc, vazhdo rrugën tate, njeri nuk do të dali më përpara dhe posto bloqe. Dhe Edi Rama me kaq sa më ka bërë, që mu s'm ka futur në komsha, nuk më ka pru njeri qëllimisht e dera si që bonin këta. Unë me gojën time të tmerrshme, që ja kam bo më të sop njerëzit e Edi Ramës se sa njerëzit e Sali Berishës, kur ndonjëherë nuk më ka thonë Luc e te prove. Luc nuk shkon. Kur ai artist, se unë nuk i them politikan, i them artist. Dhe Edi Ramës, unë i kam borxh jetën. Tash me ditë motra. Sepse më futi në punë, më ktheu te ëndrat, më ktheu te forca, më dha jetë. Unë jam këtu se punoj. Unë dua një burr që të flasë me kaq dashuri për mua sa të fleti për Edi Ramën. Dua të më shikoj në mënyrën që shikon ti Edi Ramën. Fiksim e kam. S'ke për ta gjetë. S'kam për ta gjetë. Ja, s'ke për ta gjetë. Po ta garantoj s'ke për ta gjetë, sepse ai burr që do morësh ty nuk do t'japi jetën, po do të të marrë jetën. Dhe s'ke për ta gjetë. Dakord. S'ke për ta gjetë. Sepse ne jemi baraktar. Edhe unë, për veten time, jam baraktar. Dhe shpesh herë harrojmë respektin e njeriu që na ri gjithë ditën përballë, që merret me fëmijën, që merret me filizat tonë, që ne na gatun, që ne na lan, që ne na ndron, që ne na pret në shtëpi. Ne jemi baraktar, motra. Me qëra fjallat e bashkëshorte, je si burrat malsor duka gjinsat që grasja len gjitha punët me familje? Jo, nuk jam i atill, por ditë të them këtë gjë. Unë i kam bërë ca prova në jetë. Ky njeri që unë sot bashkëjetoj, unë po të them vetëm kaq, me qetësinë e vet, me korrektesën e vet, me përkushtimin për fëmijët, mu më ka detyru që të shkojnë në shtëpi në orën 10, në orën 11, në orën 12. Po cili gjesh Luc është ka shku në shtëpi para orës 3-4 të mjesit. Para orës 5. A mund të atakojnë pas intervistës të marrë një këshill, të mbaj shënim në një gjë se si mbat burrin në shtëpi që në orën 10 dhe japim këshille për gratë e tjera? Jo, më shumë dakord, por ti herë duhet zhvishësh i herë veten nga baraktarizmi i gruas shqiptare, se dhe ju keni probleme. Ju keni probleme me prallat, keni probleme me thashethemet, keni probleme që ju helmohet gjaku, keni probleme që sa shikoni diçka, kapni telefonin dorë. Mos ja kap burri telefonin, lejene burri, mos ja kap telefonin. Unë gratë kanë shumë pushtet dhe bëjnë ligjin. Mirë, problemi im është që mua pëlqejnë këta burrat nga fushkruja e lartë, aty fillon problemi. Se jam rritur me një model tjetër dhe ndërkohë kërkoj një model shumë ndryshe. Mi model ty të pëlqet dajaku, ta gje vllai një për dajak, mos e vrit merin. Po statuja. Ta gje nue.
statuin e Skënderbeut e ke bërë se personifikon Edi Ramën me atë, apo veten tënde nga që ke emrin Gjergj? Nuk kam një ambicje, as kam pas kur, as më shkon menja kur për politikë. Politika ime është puna. Politika ime është e vërteta që del nga puna. Ti thua që nuk merresh me politika, ma ata ministrat këtu vinë falen gjithë. Për festa, për dreka, për darga, unë nuk e marrë vesh, ata marrin këshilla nga ty, apo vinë thjesht se u pëlqen ushqimi, për çfarë vinë të fishësite? Negjo, për zotin, unë i respektoj të gjithë ministrat që janë vu, sepse ata njerëz punojnë dhe mu më duket që sa më shumë punojnë, aq më të lehtë ja bëjnë punën atij zotnisë. Dhe unë kudo që i shoh në gjithë ambientet e mia, bëj detyrën time të respektoj sadopak, sepse menoj që duke i respektu, do bëjnë diçka më shumë për sektorin ton, do bëjnë diçka më shumë për njerëzit. Bëj nga herë dhe debate për historinë e imprenditorëve që duhet i njohin, duhet jenë më afër tyne, nuk duhet krijojnë distancë, por s'ka nevojë ata as për këshillat e mia, as për... Tani me që jemi te politika, unë do të përmend një emër politikane dhe ti do më thuash me çfarë lloj peshku e krahason. Po. Edi Rama, çfarë lloj peshku është? Edi Rama? Rangja. Çfarë është Rangja? Rangja është një peshk i vogël, shumë paqësor. Nuk përzihet fare në të gjithë pjesën e klimës detare. Fare, rishef punë e vetë. Ama Rangja ka një problem të vogël. Këtu te kreshta sipër, ka peshkatarët e din, ka tre hala. Dhe të halën e mesit e ka mush plot me helm. Dhe njerëzit që i kalojnë afër, e përkdhelin, e bëjnë, nuk i ngacmojnë. Edhe ata që e shkelin pak. Po i hype Rangjës sipër, Rangja ta fut atë thumin që ka atë të mesit dhe ke marrë punë. Kjo është Rangja. Sali Berisha çfarë lloj peshku është? Po, Sali unë ti e ke pas se çfarë lloj peshku është. E ka bullur, oktopod. Është një oktopod që nuk ka 8 kom, po ka 80 kom dhe nuk ka 20 ventuza, po ka 150 ventuza për kom. Dhe ai burri është një lloj oktopozi që në çdo ventuz ka një personazh që e mban të karikum. Dhe është buri i madh. Adriatik Lapaj? Adriatik Lapaj. Adriatik Lapaj janë disa peshë që i themi ne furtunal. Kur zhytemi, që futemi në atë jetën atje poshtë, unë kam gjytë shumë me poshtë, ka pas raste që shikoj levrek duke të ardhë dhe të kalote para maskës një furtunal. Dhe furtunali kur kalote, bote të turbullin gjithë njën. Edhe tikte fokusi, se dëshë me shtik ne, a i ta kishte botë turbull, shifshek ne, të qorientonte, ta bote gjithë venin. Prap të peshkimi, se tani kjo është fusha jote dhe me këtë do merremi më gjatë. Unë para se të vija këtu, i thash një shoqes time, do shkoj thash të marrë një intervizë Gjergj Lucës, i thash ta pyesim pak për peshkimin, për suksesin biznes, më tha qa suksesi, tha se ai tha me ato anjet e peshkimit tha merret me drogë. Dhe këtë kam dëgjuar nga shumë njerëz të tjerë. Tash pyetja ime është atë drogën si e bëni? E fusni te barku i peshkut, e qepni prapë, e fusni në akull? Në 1998, unë nga një histori që u kriju mas pjesës të 97-ës që mu më ngelin dorë peshkimi ku të di unë se çfarë, vendosa të hapesha gjithandej nga një këshillë e një miku që kisha morë në Amerikë, që më tha, duhet hapesh me tregun që mos merresh më me këta. Edhe një nga investimet e mia ishte edhe Malezi. Në atë kohë, kur unë kam investu, ishte akoma ish Jugoslavia, ishte pa u ndarë Malezi me Serbi. Nuk e di, ti je re, je fëmijë, nuk... Dhe me zorë morë ato vizat ato gjonat, gjithmonë kalonim ne nga hani hodit, sepse nuk ishte hap kjo në Borxhaj, kjo kufiri tjetër.
Dhe në bar, në këtij var, shkoj aty me ato autoritetet e portit e të gjitha dhe marr një vend Mun Marin, ishte një vend ku ishte fare dalja ndet dhe ngrej një stabiliment shumë bukur, rreth një 1000 metra katror dhe marr licencën e parë për të eksportuar në Europë, në ish Jugosllavinë asaj kohe dhe fillova veprimtarinë. Kalonin makinat e mia për ditë në anë të hotit, ngarkonin, shkarkonin, vinin, ngarkonin këtej, shkonin andej dhe kështu me radhë. Mas ja 3-4 muajve kisha filluar punë, më ndalojnë gjithë makinat në kufi, kontroll. Tha çka kanë? Nga krahu i Malit Zi. Dhe i shkoj, takoj në Podgorica nëpërmjet një mikut tim në Tuzë, një shqiptar i Tuzit, takojmë një nga këta policisë, ku s'di çfarë ishte dhe i them, e kishte mika, i them, o vlla, po, si ka mundsi, doni me më përzon? Më thoni, çohi. Pse më i daloni makinat ju sa herë vin? Ai filloi të qesh. Më thanë tha se këto janë biseda që unë nuk mund t'i bëj, po pas ka ardhur me këtë mikun tim. Po të them diçka, tha, nuk e ke problemin me ne. Po më ke kam problem. Shikoj problemin të vendi jonë. Sepse ne në mënyrë sistematike na vënë letrat dhe thonë kontrollojeni këtë njeri, këtë subjekt, sepse ky fut drogë në barkun e peshkut. Edhe qeshte. I thash, po mirë, pse qesh? Po nuk kuptoj, tha, si ka mundësi fantazia e organeve tuaja, të institucioneve tuaja të arrijnë deri këtu. Ti bjen merluc, ti bjen barbun, ti bjen peshk. Në cilin bark do futeshin, e kupton? Dhe që atëherë, që në atë kohë, njerëzit që janë mësuar, të rinë të gota rakis, që të punojnë në administrat, që mos shohin njerëzit që vrapojnë dhe mos kenë sy të shohin dhe të ndjejnë që një rrugë ka për të ecë përpara. Puna. Janë të njëjtit personazhe dhe sot në shtet, ose janë njëjtit personazhe që vazhdojnë. Po me thonë drejtën sot kanë një drejtë madhe dhe kanë një të vërtetë, sepse toni është i madh. Dhe barku i tonit i mban ja 4 kg mrena. Shkoj që e ke matur? Dhe po 4 kg, po e ka mat. Dhe këto eksportet që kanë filluar tash në drejtim të Japonisë edhe të Kanadas edhe të Spanjës dhe të Amerikës. Me thonë drejtën 4 kg për i ton që i bjen 250 kg justifikohet, është për e mban të Ose për transport paguaj rreth 3-4.000, 5.000 euro, 4 kg, do të thonë i ton 200 kg, 20.000 euro vetëm mall. Nuk është pak. Ja zbulua dhe sekreti se si u bë Gjergj i pasër. Po, dhe i hap pak fare, dhe janë nxjerr ushqimin nga goja, me qëllim që mos i hap shumë, sepse duket... Bjepse. Duhet. Ish ambasadori Amerikan Donald Lu, pa të ndikur peshku i madh, a të shkojnë ndonjëherë mendja që ky peshku i madh mund t'i sheti? Tashi, me thonë drejtën, unë kam kohë që nuk e kom më këtë fantazinë e partisë time. Jam unë më me kon tokë me këta tjerët. Këta e kanë fantazinë qik më të prekshme. Edhe me që jemi prap të peshku, veten me çfarë lloj peshku e krahason, sepse Endrit Çabani në një intervistë që unë e pyeta për ty, se e di që të ka një çik se pikë të dobët, i thash çfarë lloj peshku është Gjergj Luca, tha është açuge që i duket vetja peshkaqen. Ty vetë si duket vetja? Açuge. Nuk ka gjë më të shijshme se açuga. Açuga është e vogël. Do një përpunim 1 vjeçar, që pastaj t'i vije ajo shije jashtëzakonshme, edhe e trajtohet, pastaj kur ha nuk ka gjë më të shijshme në botë. Por Endrit Çabani duhet me i thonë që imagjino një açuge kaq e vogël trajtohet për një vit, pastaj të vinë pjatë. Po Endri që është peshk i madh, është peshkaqen. Sa kohë do t'i duhet Endrit për t'u trajtu që të bëhet i hongsh? Kjo dhe bëja këtë pyetje. Po tani, po ta marrë një intervistë prapë, se ka marrë. Po ta marrësh, bonja se këta që vinë pra ne kanë dhe men më shumë, kanë që... Tu ke ngritur gjithë këtë perandori, labinot qëtë vëndje be. Si ke arritur ta marrësh këtë tokë, si ke arritur ta ngresh gjithë, sepse unë në fshatin tim, në tokën time... Ti e di që unë kam qenë i lidhur, ti e di që unë baban e kam pas artist populli, kemi qenë shumë të lidhur me komunizmin, Emperorja ka dashur matë shumë, dhe tashi unë karoj muhabeti i komunizmit edhe duhet i tregoj ca sekrete. Në testamentin që kalon shoku Enver, kalon edhe labinotin ku ka bom mbledhjet e para.
dhe duke ditë fort mirë të gjithë pesnikrinë e familjes tonë ndaj familjes tij në amanetet që la ose në testamentet që la, pjesën e labinotit ku ka qenë shtabi përgjithshëm që janë, se ky labinot e ka shtuar Enverin kur hegjemoni në për këto operacionet e dimrit, ja kalon familjes Luca dhe unë me zor, me shumë sforca të madhe, më në fund gëzova testamentin e atij burrit madh dhe e ktheva prapë në një origjinë, në një shtab përgjithshëm për Partinë Socialiste, për Partinë Komuniste, më fal. Tani, unë kam dëgjuar dhe që ke përfituar fonde nga Ministria e Bujqësisë, grante e gjëra. Tani, po patë në njeri aty, të më futesh mik dhe mua, se dua të bëj një investim në fshatin tim, të bëj një shtëpi drurja në një gjë. Me thonë drejtën, aty ka qenë një ministre i vaj shumë e mirë, që edhe e përgoj unë ka ardhë keq. Edhe me thonë drejtën, edhe unë jam bërë pjesëtar një herë i fondeve të qeverisë, nuk e ditë kujtë kanë qenë, me erdhën me zora, mana. Dhe si përfundim, unë këtu në gjithë këtë objekt që mund të shku me 10 miliona euro, me këtë transformim që është bërë, kam bërë një frigorifer me lekët e si e ka pas kjo AZBR-s. U gjysmat e lekës i fuste AZBR-ja dhe gjysmat e lekës i fuste firma. Mund të shku 10 milion lekë. Kjo ka qenë vetëm herë që unë kam përfitu nga këto historinat e këtyre fondeve të përfitimit e këtyre, e para e vetmja dhe e fundit një jetimi. Sepse, po ta them pse, më kanë ardhur këtu njërë në 6 muaj, 2 vetë, 200 zungtha me dosje, dhe vinin dhe më thonin, po vim për inspektim. Nga po vini, po vim nga AZBR-ja. Pse, i thoshim këta të mitë, sepse du të shohim a janë frigoriferet aty, apo s'ja. Këshin ardhë disa herë, unë qilloj herë, i them, ka hymi këta dy, se më qikë manjak për lëvizjet e njerëzve, se ne punoj me gra, nuk du njerëz të huj në për ambientet tona. Më thonë, mu janë ata të AZBR-s që vinë njërë në 6 muaj që shikojnë ambientet. Po qarë kontrollojnë? A janë akoma dhe? Them, hajde të dy. Ju vini çdo 6 muaj që të shikoni a janë frigoriferet tu? Po ky është një nga 20 frigoriferët të mëdhenj që ka Rozafa. Mbi 3500 poste palet. Këtu mrena ne fusim 3 ma unë e madhë, 4 ma unë e madhë, 100. Ka që lekë sa kam morë unë për ju. Fyshësidin, falë për shprehen, i ka hale, tualete. Çdo fabrik ka 20 tualete. Në për restorante, në për kinema, në për prallaqa, në për pishina, në për gjona. Ajo vjetë turbi ju, që vini këtu për të pa, a është kjo, apo e kam çmontu unë dhe e kam shit. Po kemi rutinë, zoti Luca Negni. Ktheuni, dilni për jashtë, dhe më çoni faturën, të paguaj lekët e mia, ose më ishi sën, t'ju vitë turp, që bëni këto veprime. Dhe që atëherë, kam pas shumë mundësi unë të marrë lek të komunitetit Europian dhe AZBR-s. Dhe sa herë bëjshin mbledhjet për peshkimin, pyet se do t'ju thonë, unë jam çuar në për mbledhje, kam bën namin që t'i vinë lek peshkimit. Dhe jam çuar i pari në për mbledhje, kam thonë, unë nuk jam përfituesi këtyre skemave, sepse mua ka bërë Zoti marr me forcën time, me idetë e mia, me punën time, të ke mundësi shumë më tepër se kolegët e mi që unë kam fillu jetën me ta, që kanë me të 1 anije, të 2 anije, dhe kam thonë, këta njerëz kanë nevojë për një, nuk kanë nevojë Rozava për një. Dhe nuk kam planu, i kene për përzet verbale, që unë të marrë legët e peshkatarëve. Po këta janë do flisine, po kur thonë, mori anijet nga Japonia, ka morë kaq anije. Për cila Japonia? E ke marrë apo jo? O zot, a e kupto sa turp shumë jam. Se s'du të them ju të mediave, sepse ty të kam dashur me ato ngacmimet e tuja, aq simpatike. A e kupto çfarë lloj llumi është këtu? Se po ti kesh marrë anijet edhe unë do t'i përmend, po nuk është se di gjë. Po ja ti përmendin këta në për artikuj, po. A mos e s'du ta bëj bisedën? Unë kam një lloj xhelozie ndaj te, jo për biznesin, se unë për biznes nuk ja them fare dhe nuk e di, s'besoj do ja them ndonjëherë, po je shumë i pranishëm në rrjetet sociale. Ndonjëherë duhet them atyre bashkëpunëtorëve të mi, ky do na lër pa punë ne. Unë hedh një video në ditë, ti hedh 7. Ti ke me kualitet të lartur me zori bërë me i telefon. Edhe pse ke kaq të nevojshme ti është prezent në rrjetet sociale, një njerëz si ty që ka purat kaq për Terezin? Jo, unë punën Terezi nuk i kam, se punoj në atë moment që unë do t'i kem punën Terezi, unë do të des.
Por mendoj që e para herë kam dëshirë që t'jemi pranishëm tek kjo fryma e punës, kam dëshirë t'jemi i pranishëm tek e vërteta që duhet thonë vetëm nëpërmjet asaj që ti prek, asaj që ndjen, asaj që punon. Dhe sadopak që unë të kem mundësi që të imponohem me këto videot e punës të mia, por nganjëherë edhe me tallavan politike që i ngacmoj, mendoj që unë kam një çlirim vetë si Luc, kur i nxjerr nga vetja, po mendoj që e shoh edhe tek reagimi i njerëzve, lëri komentet falso, po e shoh te reagimi i njerëzve që njerëzit e duan këtë lloj fryme, sepse është fryme vërtet. Dhe dashje pa dashje, i bëj dhe i lloj marketingu punës time, i themi jemi të pranishëm këtu, 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 që ky popull të paktën minimumi për punën tonë, për shërbimin që ne i bëjmë vendit tonë, me produktet tona, të kuptoj kush është e vërteta. Megjithatë, kur bën ngacmime në rrjetet sociale, prap merr kosto. A janë kosto për familjen këto reagimet e tua në rrjetet sociale? Jo, unë jam eduku njëri lirë motra. Dhe kënaqësia ime, satisfaksioni im i jetës, është në vërtetën. Nuk jam njëri kurrë që nuk kam thonë atë që ndjej. Ose nuk kam thënë kurrë atë gjë që unë nuk i besoj. Që ta them për me qenë mrend thonjza se po bëj një oportunitet për ta pas mirë me X-in, Y-in, Z-ën, a kupton, ose po them një fjalë që tani gjëja e tjetri që të kënaqet me fjalën time. Thonë njëherë fëmijët ose bashkëshortja. Ma bëj kafe. Që mos të merr me rrjetet sociale, na lë rehat në Terezin don. Kafe tjetër do? Unë mjafton një, do na lësh gjithë natën pa gjumë. Një. Dgjoj. Rrjetet sociale janë pjesë tashimo janë pjesë ime e pandar. Është pjesë e punës time. Është pjesë e satisfaksionit, e emocionit që unë kam që përftoj. Dhe me thonë drejtën, mas kaq kohë nuk e shoh më veten që unë mundem të shkëputem nga ky lloj emocioni i rrjeteve sociale. Nuk e di, po është një lojë që hyn mrena dhe bëhet e bukur, bëhet e vërtet, bëhet intriguese, bëhet edhe është shumë vështirë të dalësh, a kupton, është shumë vështirë të dalësh, por mendoj që përveç kësaj pjese është edhe kjo pjesa tjetër që unë i bëj shërbim shumë të mirë biznesit tim, i bëj një shërbim shumë të mirë edhe komunitetit biznesit, pse jo? Si ke marrëdhënien me fëmijët? Marrëdhënie shumë mira. Ke ndonjërin pak më pikë të dobët se tjerë? Kam një pikë dobët, tash i kalon adoleshencën, atë momentin delikat që 14 vjeçë, ky momenti 14, 15, 16 është shumë i vështirë për femnat. Dhe nuk e di, e kam pas depolet një fëmijë, këtë fëmijë. I ka falë Zoti një inteligjencë, i ka falë Zoti një komunikim, i ka falë Zoti një lloj sharmi në mënyrën se si i asimilon gjërat dhe mënyrën se si i thot. Ka një inteligjencë të çuditshme dhe unë e kam pakzu dhe me emrin tim, sepse ajo e ka emrin Alona, por unë ja kam vu emrin Sherri, edhe Sherri, tash i meti Sherri. Edhe s'dim tash ka herë unë menohem kur thua Sherri si ka emrin? Alona. Do të kenë qartë ty se dhe ti des çik për Sherrin. Jo, është më e rafinume, është më e kujdesshme, nuk është kaq bruto sa që jam unë. Ndrekën e kemi parë në rrjetet sociale, po vajza tjetër si quhet? Vajza tjetër quhet Maja, ajo i ngjan gjyshes vet, mimikës. Ajo është shumë e qetë, shumë e kujdesshme. Është nuk shlon fjalë kështu kot në ajër, a kupton. Dhe shumë e zonja në mësime. Mbaroi tash të mesme shkëlqyshëm, edhe po përgatitet për fakultet. Ke thënë që nuk do të çosh në Oxford se aty ka qenë Endrit Shabani. Po jo, nuk du që të më vija që madhe sa Endri, kam dëshirë të më vijë çik më e vogël, më e prekshme.
Hendri është shumë i madh, është gjeni, është një njeri që kur flet imponohet, kupton, është një njeri që e tregoj edhe tash për zgjedhje që është dikushi. Është burr i madh, kupton, edhe unë dua që fëmijët e mi të jenë çik më toksor, të jenë çik më të prekshëm. Dhe kam dëshirë ta çoj në Edimburg, është në Universiteti 3 ose i 4 në Londër, është çik jashtë saj Tallavas, Londra është për çik Leshamomi, dhe Edimburgu ka met një qytet i traditës me ato monumentet e veta, me atë trashëgiminë e vet, po kam përshtypjen edhe me atë mentalitetin e vjetër, sepse është një qytet me shumë rregulla. Edhe mendoj që do më kthehet më toksore, kupton. Më toksore. Nuk lakmoj fëmin tim bëhet kaq i madh sa Endri e sa tjerë. Po për djalin, do doje të bëj artist i madh si Ndrek Luca, e cili ka marrë emrin, apo do doje që ty ndë botës e biznesit si ty? Jo, i madh kalon pasuni të madhe shumë me rolet e tij. Por unë kam ndjerë edhe vujtin që ka kaluar i madh. Nuk do doja që fëmia im kishte atë trashëgimi, do doja që ta jetë lirë, gjente veten në jetë. Djali nuk kam dëshirë bile që ta shkolloj dhe jashtë. Kam dëshirë që djali të rri mas meje, të marrë shkollën time. Ndërsa vajzat le ta bëjnë atë shkollë që ato meritojnë. Djali kam dëshirë që jap shkollën e Lucës, shkollën e Gjergj Lucës. Po vajza pasi të mbaroj studimet, a mendon që duhet kthehet në Shqipëri apo jo? I kam lënë të lira Lolita. Vajzat i kam lënë të lira që të zgjedhin. Por kjo e madhe është shumë e mençme. Nëse në fillimet e veta në shkollë të mesme thoshte që kam këto ëndra, tash e ndjej që është më e koncentruar dhe thotë që unë dua të dal mirë sepse me aftësinë time, me shkollimin tim duhet i shërbej familjes time. E shoh që është bjek shumë, ka ndruar shumë 2 vitet e fundit vajza e madhe. Ndërsa kjo e vogla, kjo bile s'ka dëshirë fare që tiki studioj jashtë, thotë bab, jam në rregull tu, jam në rregull mas teje. Mos të shtatë ka dëgjuar ty që thua këto 12 vjet e ka bërë Edi Rama këtë vend kaq të mirë sa duhet rënë këto. Vajzat e mia janë mësuar që 7 vjeçe, 8 vjeçe, 9 vjeçe, janë mësuar me punë. Gjatë muajve të verës unë i fus në punë. Pavarësisht kritikave, jo minoreni, jo ne, jo këne. Dhe edhe tash që erdhi vajza, marroi shkollën, ke kursyer 2 rrogat e meta. Prapë në punë është, jo, kam... Tu t'ka dalë dhe nami që Luca i shfrytëzon punonjësit. Kam kursyer... Se pas ke shfrytëzu vajzat për të paguash. Kam kursyer leksionet për fëmijët që mos më përkthelen, por të kuptoj se çfarë është puna. Dhe kam bërë punë me shumë kënaqësi dhe vajzat sot e bëjnë me shumë kënaqësi, nuk kam nevojë të them kur vinë nga shkolla bab shkonin punë. E madhja si vjet për shembull, është viti i parë që nga prodhimi vajza u fut në zyrë, po merret me inventare, po merret me gjëra se atë punë ka marru. Dhe ndjem shumë emocionum që po e bën me shumë dëshirë, me shumë pasion. Kur më the që vajza e dytë do të jetoj këtu, do të studioj këtu e kam vendin, thash mos ndoshta është ndikuar nga ty që thua gjithkohës Edi Rama ka bërë këtë vend 12 vjet. Më mirë se çka qenë më parë, do hym në Europë, ëndra europiane këto. Ju të asaj partisë time. Ne jemi xheloz që do e fusni ju në B dhe nuk e futëm dot ne. Të asaj partisë time, ju kishit për ta çu Shqipërinë Shishtufin. Se kur çu Gjergj Lucën që përfaqëson Shqipërinë Shishtufin, do të çojë gjithë Shqipërinë Shishtufin. Do ta kishit lënë Shqipërinë me ca emra që s'do t'i përmend tash se vjet turp. Por Edi Rama është fati këtij veni sepse nuk kam lëfe. Shpar më pyete nga vjen. Unë thash vi nga një rrugë intelektuale shumë e qytetënuar e Tiranës, që jam rrit nëpërmjet konkurrencës dhe librit. Të gjithë ta të partisë time dhe tate vinë nga rrethet e vogla që të gjithë bullizu. Të gjithë pa përjashtim janë të bullizu. Dhe vazhdojnë të jenë të bullizuar nga doktori. Asnjë nga ata nuk është njeri i lirë. Asnjë nga ata.
Por ashtu pak se e kom një gjumë në një ven atë të moralizotin që duhet mbjeri diçka që ka qenë familje belersh dhe si duke do ta ketë genetike këtë rebelizmin, këtë lirin, kupton. Të tjerët janë gjithë bullizu. A ka kuptim të vazhdojmë të fajsojmë opozitën dhe Sali Berishën kur Edi Rama ka 12 vjet në pushtet? Po, ka shumë kuptim. Ka shumë kuptim. Sepse ky popull duhet të kthehet tek e vërteta, kupton? Dhe duhet kuptoj që duhet mbështesi lirin, duhet mbështesi punën, duhet mbështesi atë që shef, duhet mbështesi atë që prek, duhet mbështesi atë që ndjen, jo atë që dëgjon. Ajo që dëgjon është demagogji. Ndërsa gjithë asesorët e tjerë që u di përmena, nuk janë demagogji, po janë ndjesi. Dhe nëpërmjet ndjesisë njeriu formohet, formon mentalitetin e vet, formon shpirtin e vet, formon demagogjin e vet. Ndërsa këta e formojnë vetëm nëpërmjet asaj që dëgjojnë. Jo. Njerëzit duhet formohen nga ajo që prekin, nga ajo që shohin, nga ajo që ndjejnë, nga ajo që emocionohen. Dhe ky është turpi i këtij vendi, që opozita ka njerëz të bullizuar nga i pari tek i funit. Dhe në rast se opozita duhet ketë njerëz që të jenë vetvetja, që të përfaqësojnë bujkun, peshkatarin, minatorin, tregtarin, profesorin, inxhinierin, shkencëtarin, klerikun. Ty të pas ka dëgjuar Edi Rama që thot punë ka, po s'ka profesionist? Nuk ka lidhje kjo me këtë. Na kalove nga temat është. Është e vërtet që punë ka, po s'ka profesionist. Sepse ne jemi vend shumë i vogël që 40% e shoqërisë tonë të jenë të indokrinuar nga prradhat dhe nga budalliqet e doktorit dhe të partisë tonë. Dhe nëse këta 40% do të ishin forcë prodhuese në këtë mënyrë që unë po flas, Shqipëria jonë do ishte bërë shumë shpejt. Dhe janë 40% të njerëzve që nigjojnë prallat, ose 30 sa përqind, se janë 40%, ja futa kot, po 30% e njerëzve që nigjojnë prallat. Po kjo 30% duhet kthehet në fuqi, duhet kthehet në forcë për Shqipërinë, duhet kthehet në produktivitet. Dhe ku ka debat të fortë, ku ka debat vërtet, ka produktivitet. Me këtë do bëj debat Edi Rama, më shpjegoj. Me Lulin, me Salën, me Mulin, me këtë do bëj debat. Me atë Gjon që ka i kuntadinu se qarë, me këtë do bëj debat. Ka thënë që Edi Rama nuk ka qef të përballën debat, nuk vjen për debate. Jo, ma ata, debati i Edi Ramës është kjo që shikon ti. Te kokë rrugëllaka. Qa mund thot Edi Rama më shumë se kjo që shikon ti? Qa mund thot Edi Rama më shumë se ajo që shikon ti në Tiranë? Qa mund thot Edi Rama më shumë se ajo që shikon ti në Brek? Qa mund thot Edi Rama më shumë se ajo që shikon Velipojen, Shëngjinën, në Korçë, gjithë Shqipërinë? Qa mund thot? Qa debati tjetër bëj Edi Rama, ku Edi Rama ka panoramën, ka pasqyrën? Këta duhet bëjnë debat me veten. Ç'debat mund bëjnë këta kur ky punon dhe këta rin bëjnë tallava? Pavarësisht panoramës, shumë shqiptar duan të largohen, edhe janë larguar. Është krejt normale. Është krejt normale. Është krejt normale. Hajde pyet ta shqiptarët e mi që punojnë për mua, a duan më u largu? Hajde pyeti këta, që kanë pas fatin me punu bashkë me mua. Pyeti, a duan më u largu? Varet se kë pyet. Varet se kë pyet. Zona ime e Dugagjinit, ose zona ime e Kuksit, kupton, që kanë met me familjet e veta, e kupton, ose që vazhdojnë. Normal që edhe do provojnë. Zonat e thella, zonat rreth për qartiron, pse mos provojnë? Do të provojnë, sepse marrin një shkollë, marrin një profesion, ndërtojnë një perspektivë, pse mos provojnë? Por jo, ç'është kjo histori? Po ikin njerëzit, po kthehen njerëzit. Po kthehen sepse ky është vend me mundësi. Çfarë do shohin në Angli? Ka unë për të investuar në Angli, çfarë do shifshin? Të merreshin orën për dorë. Në Angli, të merreshin celularin për dorë me motorra. Nga s'bëjshin fëmijët, turi lloj racash. Çfarë do bëj unë në Londër? Nall kjo punë në Tiranë? Dil ti je gru. Në Tiranë do që drejtorët e bashkisë të marrin gjitha taksat për të ndërtuar hotele luksoze edhe motra ime. Ndoshta të vjedhin kështu orën, po të vjedhin taksat. Motra ime. Unë kom dalë edhe kom marrë qendrim përpara të gjithëve për gjithë çdo lloj hajni që ka qenë këtë vend. Tashti ju donit drejtësi? Donit pushtetin e drejtësisë ta ndanin nga pushteti politik? A u nda, po hyn burg njëri mas tjetrit.
Pse po I luni ju tash? Po më normal, ka hajna në këtë vend sa dush. Po ka dhe I kryetar bashkie që rri atje në burg. Kupton? Që unë e di marrëdhëniet e tua me te nga shkrimet. S'kam pas rasti marrëdhënie. Jo, të ka ranë qafi, ke ranë qafi, di statuset e tuja që bën për te, është drejta jote, është mendimi jot. Po është edhe drejta ime të them, pse vazhdon në rinë burg kë? Për çfarë I burg kë? Për çfarë? Kujt I bot do me Erion Velia? Ku do aratiset Erion Velia? Në cilin shtet do aratiset? Erion Velia ka treguar. Pse nuk gjykohet Erion Velia? Pse nuk gjykohet Erion Velia? Pse nuk gjykohet Erion Velia si Sali Berisha? Erion Velia nga burgu ka intimiduar prokurorët, ka ushtruar presionet dhe nga burgu imagjinoj po të Ke provu një herë burg? Më fal, ke provu një herë zemra ime burg ti? Unë kam provu burg fëmijë. Unë e di mirë se ç'është burgu, e kam provu burgun fëmijë. Erion Velis atje, nga kryetari I Bashkisë Tiranës. Gjithë I thon faleminderit, tu po ka 50 nerë në ditë. Tu fut atje mrena mbiru se Erion Velia mund t'i luaj dhe menja me motra. Mos I ka luajt menja, mund t'i luaj menja. Tani, çfarë të bën ndryshe ty nga biznesmenët e tjerë në Shqipëri? Çfarë mendoj që ke sjell ndryshe ose si ke përmirësuar jetën e punonjësve të zonës? Çfarë zhvillimi ke sjell? Motra ime e parë herë ky vend këtu ka qenë pa emër. Dakor? Unë ta kisha ditë që te ky veni që më falen me euro, mu do vinin metrin, masi unë ndërtova. Bona kanalet romake deri në Shkumbin, bona depuratorët, bona fabrikat. Pruna energjinë elektrike, kom qafi e fije, më shumë investime kam në tokë se kam mbi tokë. Unë ta kisha ditë që këta të Ministrisë Ekonomisë beni me shok të financave, më kishin armë, kishin vu metrin mu, dhe ma kanë vlerësu me 100 euro metri katror, unë nuk kisha artu motra ime. Kisha shku në Bregdetit. Pse do paguja unë këtu 1.4 miliard, edhe për ti të qent lefin, dhe thonë, ja ka po mirë, asi nërë s'm ka bo. Kam pagu 1.4 miliard, dhe 1.4 miliard unë e kisha në rejt ujtin lava në Bregdet. Di që ka morë një prom Bregdet, vetëm mes maleve. Mi janë lut mrapa, më kam thonë, lut si na hap pun prenjas, se s'ka pun prenjas. Komiki kom hap pun prenjas, ka thonë kush faleminderit. Pse shkojnë këta biznesmen dhe mëdhej, këta oligarkët hapin pun në për Maja Malesh. I komik në Gramsh, e kom hap fabrikën tjetër, në majt malit atje, e kom tope ja. I kom shku në Maliq, të gjitha vendet e rëdzume, politika kishte vjedh dhe hekurin, kishin thy kolonat, kishin vjedh hekurin, mërveshtje për ja. Edhe I ngrejta gjitha dhe mrekulli gjatë Gjojel mes Maliqit që s'm pruna s'punëtorën. E kom dope. Pse nuk I shohin këto gjona Mileti, që kudo që ka hy Gjergj Lusra dhe Rozafa, I ka kthy në vene jete, I ka kthy në vene gëzimi, I ka kthy në vene inspirimi për njerëzit që punojnë. Cili e ka fabrikën me kopshte me qerdhe? Cili ka mrena në fabrikë urgjence, infermerie pralla, e kinema, e teatr, e pralla, e Merkullina, që hynë mrena thuk fabrikë peshku, kjo si s'naviera peshk. Cili? A din ti që unë njoft 3 qeregun e punëtorëve, hajde vejmë provë me emër. Nuk jo as kushurin e tretë për veta, nuk kam që unë personalisht, mu gjim sheftu, kushurin e tretë, nuk I njof, as dytët ka herë. Po jam tu të garantu unë, që punëtorët e mi, po të them 75% I njof me emër. I di problemet që kanë. Pyti, shko pyti, sa kom një mu, mënyrën se si kom një. Dhe pyti, a e kom 3%-un atë që Krishti e Muhameti më ka caktu për të pagu mu si luc, apo më shko 4%, e 5%, e 6% të punës time, që e ja për njerëzit nevoj, për njerëzit alergji. Pse nuk merren me këto gjona për të kriju frymën që njerëzit kthejnë syt nga prodhuesit, jo nga biznes leshat, po nga prodhuesit kthejnë syt dhe t'i respektojnë ky popull. Dhe ti mori për shembuj. Ti mori për shembuj se ku duhet shkojnë fëmijët e tyne. Ti mori për shembuj ku duhet shkojnë Shqipëria jonë. Se nuk e bëjnë këtë punë, Lolita. Mbas kaq vitesh në biznes, a mendon që ke realizuar ëndrrën tënde? Jo. Ëndrrën time do ta realizoja sikur ti të dilje tash këtu në krah me fytyrë, edhe ta shikonin që të gjithë që unë kur të dashuroja nga larg ato përsaktimet e famshme që më bëjnë nëpër rrjetet sociale, kam pas një drejtë madhe. Hajde këtu në krahun tim. Unë preferoj më shumë të jem me pa fytyrë se sa me shumë fytyra. Se do thënë, këte mbështet PD-n, këte del me Gjergj Lusrën për herë të parë, nuk e mbaj të gjithë kohën. Ai e madhe. Edhe një pyetje të fundit.
ose më saktë, çfarë këshille ju jep njerëzve që i hyjnë botës së biznesit, sipërmarrësve të rinj, përveç asaj pjesës që me fut drogën te peshkut në një gjë më produktive? Një gjë, unë kam i këshill. Qeshni sa më shumë. Në rast se do qeshni shumë, ajo do jetë prova që keni punu mirë, që jeni të vërtet, që doni punën, që jeni ambicioz, që keni vullnet, që keni kurajo. Munoni qeshni sa më shumë. Krijoni mundësi vetes që mas i marroni lodhjet e punët e të gjithë ato hallet edhe ato barën që i keni vu vetes çdo ditë mbi shtëpinë, gjeni atë momentin që të çliroheni, të merrni në analizë ditën, ta shihni me pozitivitet edhe të gjeni edhe pjesën tjetër të medaljes të asaj dite që ju ka kalu në grotesk. Se si mund të bënte gjithë dita e lodhshme, e mundimshme, që keni tjerësita shumë, se si mund të shikonit në një mënyrë tjetër në grotesk, duke përqesh vetën tuaj. Dhe do të shifni që ju do qeshni, do të çliroheni, dhe nesmen do keni shumë më herë më tepër energji për punu. Kjo është këshilla ime. Edhe diçka të fundit. Do futesh pak mik te kryeministri me që ke marrëdhënien e mirë se më ka bërë blok në Facebook, ma heq blokun. Vetëm i thash mos ma mundo shumë ulësi unë në punë, më bëm blok. Për zotin i kjo. E drama ti bëj blok kujt, unë nuk e besoj. Ose stafi, se nuk besoj që ka bërë vetë Edi Rama, po. Me gjithatë unë do ta çekoj, se besoj. Kam blok, nuk e bëj. E drama, unë e njoh fëmijë, e njoh njëri të lirë, edhe vazhdon të jetë njëri i lirë që nuk ka absolutisht asnjë kompleks. Kompleksi vetëm i tij është që i merr shpirtin njerëzve që ka përreth për me i dhon energji për të bërë vetë. Kjo është ajo që unë menoj gjykoj që ka Edi Rama. Duhet ta ndërpresim se nuk pushon duke folur për Edi Rama dhe do të na dalë intervista 2 orë, po. E kuptoj. Qesh faleminderit për intervistën.